Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të vizitojë të mërkurën Shkupin. Diplomatja europiane vjen për diskutuar mbi planin e rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor. Mjeku Zekiria Shaini, i cili para disa ditëve i shpëtoi një tentative për vrasje, ka mohuar sot pretendimet se bashkëshortja e tij është e përfshirë në këtë akt e i bëri thirrje për respektim të privatësisë familjare. Avokati i popullit thosë se përfshirja e fëmijëve në aktivitete politike është instrumentalizimi i fëmijës dhe shkelje e dinjitetit tyre dhe e së drejtës së mbrojtjes nga ndikimi politik. Ai bëri thirrje të denoncon raste të tilla. Konstituohet Kuvendi i Kosovës. Deputetët kanë votuar me shumicë votash emërimin e deputetit serb Nenad Rashić për nënkryetar të Kuvendit. Të nderuar shikues, përshëndetje. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në kuadër të turit të saj në vendet e Ballkanit Perëndimor do të ndalet mërkurën në Shkup, ku do të zhvillojë takim me krerët e shtetit. Në kumtesën e delegacionit të BE-s në Shkup thuhet se diplomatia europiane vjen për të ritheksuar mbështetjen për integrimin e rajonit në Bashkimin Evropian dhe për të diskutuar rreth planit të rritjes. Vizita e von der Leyenit vjen në një periudhë kur vendi po përballet me një ngërç të procesit eurointegrues. Pas një pauze të vizitave nga përfaqësues të vendeve europiane dhe institucioneve të fuqishme ndërkombëtare, periudhën e fundit Maqedonia e Veriut sërish është vendosur në agjendën e ndërkombëtarëve. Javës që vjen vendin do ta vizitojë presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në kuadër të turit të saj në Ballkanin Perëndimor. Ndalesa e saj në Shkup do të jetë të mërkurën, ndërsa paraprakisht ajo do të vizitojë edhe Shqipërinë, Malinezi, Bosnjë-Hercegovinën, Serbinë dhe Kosovën. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të udhtojë për në Ballkanin Perëndimor të dielën. Ky do të jetë rasti për të përsëritur mbështetjen e BE-s për rrugën e antarësimit të rajonit në BE dhe aksesin gradual në tregun e përbashkët, si dhe për të diskutuar planin e rritjes prej 6 miliardë eurosh të BE-s për Ballkanin Perëndimor për periudhën 2024-2027. Në Shkup ajo pritet të zhvillojë disa takime dhe atë me kryeministrin Hristijan Mickoski, presidenten Gordana Siljanovska-Davkova, kryeparlamentarin Afrim Gashin. Vendi ka ngjesur në rrugën eurointegruese për shkak të kushtëzimeve nga Bullgaria fqinje që vendi ynë të realizojë ndryshimet kushtetuese, në të cilat duhet të vendosen bullgarët në kushtetutën e vendit. Kryeministri Hristijan Mickoski është zotuar se pas vitit të ri do të shtojë përpjekjet për të zhbllokuar rrugën eurointegruese të vendit. Mbretëria e Bashkuar ka njoftuar se do të mobilizojë fonde për të luftuar rrjetet e migrimit të paligjshëm dhe rrezikun e ndërhyrjes ruse në Ballkanin Perëndimor. Kjo u bë ditur gjatë takimit të dieshëm të ministrave të punëve të jashtme nga Ballkani Perëndimor dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian të përfshira në procesin e Berlinit. Në takimin dytëtor ministror, i cili po zhvillohet në kuadër të procesit Berlinit, morën pjesë ministrat e jashtëm të Maqedonisë Veriut, Serbisë, Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi. Gjatë takimit, ministrja e jashtme britanike Yvette Cooper bëri ditur se vendi i saj do të ndajë 10 milion pound apo 11.5 milion euro për programe inovative të fokusuara në luftën kundër rrjeteve të migrimit ilegal dhe shtesë do të ndahen edhe 4 milion pound për forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes kibernetike të vendeve ballkanike nga ndikimi rus. Mjeku Zekiria Shaini, i cili para disa ditëve i shpëtoi një tentative për vrasje, ka mohuar sot pretendime se bashkëshortja e tij është e përfshirë në këtë akt. Ai tha se ende nuk i ka të qarta motivet e atentatit ndaj tij, ndërsa i bëri thirrje organeve të drejtësisë që të sqarojnë situatën rreth bashkëshortes së tij. Mjeku i plagosur ditë më parë në qytetin e Kumanovës, Zekiria Shaini në paraqitjen e parë mediatike pas atentatit ka deklaruar se nuk i din motivet që sollën deri në plagosjen e tij, por siguron që pas kësaj ngjarje nuk qëndron bashkëshortja e tij, siç edhe u kumtua ditë më parë në media. Tha se nuk ka pasur asnjë mosmarrveshje dhe asnjë hasmëri me askënd, por kërkon që Ministria e Punëve të Brendshme të zbulojë sa më shpejt atentatorin e vërtet. Tërësisht i hedh të pabazës dhe pavërteta pretendime se pas këtij akti qëndron zoja ime Arieta Adili. Andaj urgjentisht kërkoj nga organet hetuese që të sqarojnë situatën me rreth zonjës time të përfshirë në këtë rast, nga ana e tyre duke respektuar privatësinë tonë familjare,
e veçanërisht imazhin e zonjës. Ndonse ndaj tij u organizua atentat, Shahini tha se nuk do të ndalet dhe se do të vazhdojë me aktivitetet privato-politike, sipas tij bashkëshortja dhe vajzat e tij janë shëndoshë mirë në shtëpinë e përbashkët në fshatin Slupçan. Ky rast për fat të keq po paraqitet me qëllime të qarta për të diskredituar mua dhe familjen time, si dhe të krijojnë konfuzione në opinionin publik. Kërkojnë nga organet e rendit dhe ato të hetuesisë e bëj apel që të merren me zbulimin e të dishuarit të vërtet të rastit, e jo këtë rast të paraqesin si mosmarrëveshje apo ngatresë familjare. Nga po që të ishte ashtu sikur u paraqit në opinionin e gjerë, atëherë unë kur nuk do të bashkëtoja me zonjën në fjalë. Kujtojmë se sulmi ndaj Shahinit ndodhi më 7 tetor në një zonë të frekuentuar të Kumanovës, ku ai po kalonte me vetur. Më 8 tetor Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se është arrestuar gruaja e Shahinit e dishuar për përfshirje në tentativë për vrasjen e tij. Po ashtu policia është në kërkim edhe të një personi tjetër të dishuar për sulmin, LF 36 vjeçar nga Gostivari, i cili aktualisht ndodhet në Arrati. Në rastin e shënimit të fundjavës europiane për dhurimin e organeve, Ministria e Shëndetësisë informoi sot se po punojnë në avancimin e kapaciteteve për kryerjen e transplanteve të organeve. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se këtë vit janë kryer 9 transplante të organeve, ndërsa njoftoi se specialistët e fushës po dërgohen jashtë vendit për trajnim. Që nga fillimi i këtij viti deri më tani janë realizuar 9 transplante dhe atë 6 transplante të veshkëve, 2 të mëlçisë dhe 1 eksplantim të koskave dhe ligamenteve. Kështu bëjnë me dije nga Ministria e Shëndetësisë me rastin e shënimit të fundjavës europiane për dhurimin e organeve. Ministri Azir Aliu bëri me dije se kirurg dhe specialist vendas i kanë dërguar në Turqi për trajnim për transplant të veshkëve. Jemi të përkushtuar në përmirësimin e kësaj veprimtarie dhe në përgatitjen profesionale të ekipeve për transplantim. Gjatë periudhës së kaluar, 7 mjek kirurgë dhe një specialist nefrolog janë dërguar për trajnim në Republikën e Turqisë për transplantim të veshkave. Po ashtu, në fushën e transplantimit të mëlçisë, 2 kirurgë janë trajnuar në Turqi për transplantim nga donator të gjallë. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu dhe zëvendësi i tij Jovica Andonovski zhvilluan takim pune me koordinatoren kombëtare për transplantim profesor dr. Biljana Kuzmanovskan dhe drejtorët e klinikave universitare për kirurgji digestive, dr. Kostovskin, për urologji dr. Shabanin dhe për nefrologji dr. Gjorgjevskin. Ata theksuan rëndësinë e dhurimit të organeve, një akt me të cilin shpëtohen jetë dhe jepet një shans i dytë. Avokati i popullit u ka bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale që të mos i shfrytëzojnë fëmijët për fushat parazgjedhore. Ai thotë se përfshirja e fëmijëve në aktivitete politike është instrumentalizimi i fëmijës dhe shkelje e dinjitetit të tyre dhe e së drejtës së mbrojtjes nga ndikimi politik. Avokati i popullit u ka bërë thirrje partive politike që të mos i shfrytëzojnë fëmijët në fushatën zgjedhore. Ai nëpërmjet një komunikate thotë se përfshirja e fëmijëve në aktivitete politike është një formë e papranueshme instrumentalizimit të fëmijës dhe shkelje e dinjitetit të tyre dhe së drejtës së mbrojtjes nga ndikimi politik. Avokati i popullit, si organ që mbron të drejtat kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve nëpërmjet Departamentit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara, u kujton pjesëmarrësve në zgjedhjet lokale të vitit 2025 se përfshirja e fëmijëve në çdo aktivitet politik është një formë e papranueshme e instrumentalizmit të fëmijës dhe shkelje e dinjitetit të tyre dhe së drejtës së mbrojtjes nga ndikimi politik, e garantuar nga Konventa për të drejtat e fëmijës, Ligji për mbrojtjen e fëmijëve, si dhe Kodi zgjedhor, i cili përcakton se pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore janë të detyruar të veprojnë në përputhje me parimet e sjelljes etike dhe të përgjegjshme. Avokati i popullit thekson se fëmijët nuk mund të shfrytëzohen për të promovuar parti politike, kandidat ose programe, e as nuk mund të shfaqen në video, paraqitje publike ose materiale promovuese në kontekstin e një fushate. Në këtë drejtim, avokati i popullit u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në procesin zgjedhor që të përmbahen nga çdo prani ose paraqitje e fëmijëve në fushatat e tyre. Avokati i popullit i inkurajon prindërit dhe publikun që t'i raportojnë rastet e tilla tek avokati i popullit ose autoritetet kompetente, me qëllim mbrojtjen e të drejtave dhe dinjitetit të fëmijëve.
Në komunikat theksohet se shkelja e këtyre të drejtave mund të raportohet në linjën telefonike pa pagesë. Lufta politike midis të rriturve nuk duhet të zhvillohet përmes fëmijëve, thuhet në komunikatën nga avokati i popullit. Në mesnat përfundon afati për regjistrimin e personave të sëmur për të votuar në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 19 tetor, ndërkaq më 14 tetor përfundon afati për regjistrimin e votuesve të cilët gjenden në arrest shtëpiak. Personat e sëmur të burgosurit apo ato në paraburgim votojnë më 18 tetor. Sot në mesnat përfundon afati për regjistrimin e personave të sëmur dhe të pafuqishëm për të votuar në zgjedhjet lokale më 19 tetor, ndërsa më 14 tetor përfundon afati i fundit për regjistrimin e personave që dëshirojnë të votojnë në zgjedhje, por të cilët janë të dënuar me masën e arrestit shtëpiak. Sipas afateve të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, votuesi që nuk ka mundësi fizike të votojë në qendrën e votimit dhe dëshiron të votojë, duhet ta njoftojë Komisionin Komunal Zgjedhor, jo më vonë se 7 ditë para ditës së caktuar për votim, pra 10 tetor në mesnat. Personat e pafuqishëm ose të sëmur, personat në arrest shtëpiak, të burgosurit dhe personat në përshtëpi të pleqve votojnë të shtunën, më 18 tetor, një ditë para ditës së caktuar për votim në zgjedhje. Numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në listën e votuesve në vend për zgjedhjet lokale të vitit 2025 është 1.132.415 votues. Nga këto 1.717.803 votues janë të regjistruar në listën e votuesve, ndërsa 112.000 votues janë të regjistruar në listën e posaçme të votuesve për persona që punojnë ose banojnë përkohësisht jashtë vendit. 2.162 votues që vuajnë dënimin me burg ose janë në paraburgim dhe 450 votues nga shtëpitë e pleqve. Votimi në diaspor nuk përfshihet në këto zgjedhje. Në prag të zgjedhjeve lokale të vitit 2025, lëvizje të lirë dhe të pavarur ngre alarmin për shkelje serioze të parimeve themelore të demokracisë. Në një konferencë për media të mbajtur sot, aktivistët kanë përmendur disa ankesa cilat kanë, si theksojnë ata, bojkotimi i debateve parazgjedhore nga ana e VMRO-PS. Shpërndarja pa drejtë e Fondit Shtetëror për reklamim falas, vështirësi për partitë e vogla dhe kandidatët e pavarur për paraqitur programet e tyre, mungesa e qasjes në platformat mediatike, cila sipas tyre kufizon zgjedhjen e votuesve dhe zvoglon pluralizmin politik, që ndikon drejt për drejt në legitimitetin e procesit zgjedhor dhe se televizioni publik nuk organizon përballje për komunat e Shkupit dhe për qytetin e Shkupit. Lëvizja njoftoi se do të kërkojë ndërhyrje të menjëhershme nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuale dhe institucione tjera përgjegjëse për të siguruar kushte të ndershme për gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje. Kandidati për kryetar të qytetit Shkupit nga radhët e VMRO-PS, Orsi Gjorgjevski, ka mbajtur fjalimin në tubimin organizuar nga VMRO-PS në komunë që e ka udhëhequr për 4 vite gjithësisht në komunën e Kisellavodës. Ai përkujtoi projektet e realizuara në komunën e Kisellavodës, duke përmendur mbi 70 kilometra rrugë të reja, 5 qerdhe të reja të ndërtuara dhe 5 të tjera të zgjeruara, mbi 80.000 metra katror parqe dhe sipërfaqe gjelbra, salla sportive të reja, terrene dhe kënde për fëmijë dhe digitalizim dhe panele fotovoltaike në shkolla. Nga një komunë e zhytur në borxhe dhe kredi, krijuam një komunë financiarisht stabile që sot investon në popull. Ndërkaq sa i përket qytetit Shkupit, Gjorgjevski paralajmëroi se modelin e punës nga Kisellavoda do ta zgjerojë në gjithë Shkupin me projekte të reja infrastrukturore dhe ekologjike. Do ta përfundojmë bulevardin Boris Rekovski deri në Draçev, do ta zgjidhim problemin me kanalin e fabrikës Usje, do të ndërtojmë një garazh me kate në Eseninova dhe në Rasanik do të ndërtojmë parkun më të madh urban, një megapark në pjesën urbane të Shkupit.
Në vazhdën e fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, Partia Opozitare Maqedonas LSDM ka mbajtur tubimin në qytetin e Negotinës. Kryetari i kësaj partie Venko Filipçe tha se ka ardhur koha që Negotina të ketë një kryetar komune të vërtet, një qasje të drejtë dhe një pushtet të ndershëm që e vlerëson punën. Ai para qytetarëve prezantoi kandidatin e LSDM-s për këtë komunë, duke thënë një herësh, duke shprehur mbështetje plot për Petar Mantev. Filipçe gjithashtu foli edhe për rëndësinë e zgjedhjes së një kryetari komune që do të jetë pranë popullit, pasi sipas tij ekipi i Mantevit përbëhet nga njerëz me vizion, dije dhe qasje të sinqertë ndaj qytetarëve. Në fjalimin e tij, Filipçe theksoi se ky ekip do ta rikthejë besimin dhe dinjitetin në pushtetin lokal. Pasti qëndron një ekip njerëz që nuk premtojnë mrekulli të rreme, por që kanë plan, dije dhe vizion për një qytet që merr frymë, që zhvillohet edhe që jetohet me njerëzit, jo në kurriz të tyre. Kjo listë e LSDM-s në Negotin është listë e njerëzve të ndershëm, fqinjtë tuaj, bashkëqytetarët tuaj, njerëz që do të qëndrojnë këtu edhe pas zgjedhjeve, njerëz që nuk do të fshihen nëpër zyra apo makina zyrtare. Kandidati për kryetar të komunës së Çajirit nga koalicioni Vlen dhe njerësh zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti ka shpalosur sot shtylljen e 4 të programit të tij, e cila është kultura. Mexhiti tha se kultura ka përmirësuar imazhin e komunave dhe ka pas një impakt të rëndësishëm edhe në ekonomi. Ai premtoi se nëse fiton besimin e qytetarëve për të udhëhequr me komunën, kultura do të jetë shtyllë e rëndësishme për Çajirin, siç tha, bashkë me rinin, sportin dhe arsimin, janë ndër shtyllat kryesore ku do të përqendrohen, duke shtuar se tingujt e Çarshis të transformoj në tingujt e Çarshis në portën e kulturës. Në Çarshinë e vjetër të Shkupit, Mexhiti tha se është ideja që të jetë një skenë natyrale ku teatrot dhe gjitha aktivitetet tjera ta shfrytëzojnë Çarshinë për kulturë. Po ashtu do mundohemi pra të përqendrojmë edhe shoqatat kulturore, siç e promovuam një ditë me Jeni Jollin, Lilian, qendra kulturore të Bosnjakëve, dhe pra gjithçka të koncentrohet në Çarshinë e vjetër të Shkupit, dhe mendoj se kjo do jetë një stimul edhe për kulturën, edhe për promovim të vlerave, po edhe ringjallje e Çarshisë së vjetër, e cila tashmë do ketë edhe parkingun mbi. Kandidati për kryetar të komunës së Çajirit nga radhët e koalicionit AKI, Bujar Osmani, sot ka prezantuar vizionin e tij për restaurimin dhe rivitalizimin e plot të Çarshisë së vjetër, një projekt që, siç tha ai, synon t'i kthejë asaj pamjen, shpirtin dhe dinjitetin autentik të këtij kompleksi historik dhe kulturor. Osmani theksoi se Çarshia është pasuria urbane dhe kulturore më e madhe e qytetit dhe simboli i identitetit të Shkupit. Sipas tij, gjendja e sotme e Çarshisë është shumë larg potencialit dhe vlerës që ajo meriton, duke shtuar se Çarshia është e ndotur, hyrjet janë bllokuara, vrimat e rrugica janë të rrezikshme për këmbësorët dhe turistët. Për këtë qëllim, Osmani paralajmëroi krijimin e një këshilli strategjik drejtues, në të cilin do të përfshihen të gjitha palët interesuara: komuna, esnafi i Çarshis, bizneset, të rinjt, gratë dhe bashkësitë fetare. Ky këshill do të përcaktojë drejtimin strategjik të zhvillimit të Çarshisë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që të ketë bashkëqeverisje, nuk guxojmë të imponojmë asnjë zgjidhje në Çarshi. Do duhet krijojmë kodin e unifikuar të dizajnit të Çarshisë. Dy shtetas të Serbisë janë arrestuar dhe më pas janë dënuar me 4.000 euro dhe me ndalesë për hyrje në Maqedoninë e Veriut për një periudhë caktuar, pasi u kapën duke kontrabanduar cigara. Ata kanë hyrë në shtet përmes pikës kufitare Blac, duke shmangur kontrollin doganor dhe transportuan cigare me një vlerë të përgjithshme prej 3.2 milion denarësh. Dy shtetasve të Republikës së Serbisë u është shpallur akt gjykim nga Gjykata Themelore Penale Shkup, mbi bazën e marrëveshjes së arritur nga Prokuroria Themelore Publike Shkup për kontrabandim të cigareve. Më 1 tetor përmes pikës kufitare Blac, 2 të dyshuarit hyjnë në vend duke shmangur kontrollin doganor dhe transportuan mallra akcize të paregjistruara, ku gjithsej 2300 steka me nga 10 kuti cigare me banderola të Kosovës, me një vlerë të përgjithshme prej 3.220.000 denarësh.
Cigaret i transportuan me një automjet mallrash në pronësi të një personi juridik nga Serbia të fshehura në bunker të improvizuar në Rimorkjo, duke shmangur kontrollin doganor. Cigaret u zbuluan nga zyrtar policor që vërejtën kamionin dhe kontrolluan në rrugën Kristian Todorovski Karposh në Shkup, ndërsa në të njëjtin automjet po ngarkoheshin cigare me banderola maqedonase. Të akuzuarve u është shqiptuar gjop prej nga 4.000 euro secilit, gjithashtu siç raportuan nga prokuroria, u është shqiptuar dhe masa e dëbimit nga vendi në kohë zgjatje prej 5 vjetësh. Ndërkaq janë konfiskuar të gjitha cigaret e kontrabanduara, kamioni me rimorkjo, 1.300 euro që i kishin me vete në momentin e kryerjes së veprës dhe 2 telefona celular. Iniciativa Stop për Vardarishten bën me dije se ndërpresin blokadat për shkak se, siç thon, institucionet kompetente i kanë pranuar një pjesë të madhe të kërkesave tyre. Pas një takimi që kanë mbajtur me përfaqësues të institucioneve kompetente, thonë se tashmë kanë nisur aktivitetet e para në sanimin e Vardarishtes. Masat e premtuara në atë takim janë vendosja e kamerave, fillimi i procesit të kujdesit personave që banojnë atje, pastrimi i deponisë në 3 faza. Faza e parë ka filluar, faza e tyre pastrim intenziv pas zgjedhjeve dhe se në fakt ishte kjo faza e dytë, dhe faza e tretë fillimi një revitalizimi afatgjatë të hapësirës. Vazhdimi i ndalesës për lëvizjen e personave deri në zgjidhjen afatgjate të problemit. Ata shtojnë se do të ndjekin implementimin e masave, ndërsa nëse institucionet nuk veprojnë sipas asaj që kanë premtuar, do t'i aktivizojnë blokadat sërish. Vazhdojmë mëtej me lajmet. Deputetët e legjislaturës nënt kanë votuar me shumicë votash për emërimin e deputetit serb Nenad Rashić për nënkryetar të Kuvendit të Kosovës, gjë e cila kompletoi konstituimin e Kuvendit dhe i hapi rrugë formimit të qeverisë së re 8 muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme të 9 shkurtit. Të nderuar deputet, ju njoftoj se me 71 vota për, 9 kundër dhe 24 abstenime, Kuvendi zgjodhi deputetin Nenad Rashić nënkryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës nga radhët e deputetëve të komunitetit serb, tha kryeparlamentari Timal Basha pas votimit. Rashić mori mbështetjen e deputetëve nga radhët e lëvizjes vetëndosje dhe atyre nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Paraprakisht, lista serbe propozoi 9 deputetët e saj të Kuvendit për nënkryetar të këtij institucioni, por asnjëri nga ata nuk mori më shumë se 9 vota nga 3 herë me radhë sa u hodhën në votim. Pas shterimit të emrave të propozuarve nga lista serbe, mbeti vetëm deputeti serb i cili nuk është pjesë e kësaj partie, Nenad Rashić, të cilin kryeparlamentari Basha e propozoi si opcion të fundit për debllokimin e procesit konstitues të Kuvendit. Pas emërimit të nënkryetarit serb, kryeparlamentari Basha tha se tani ka kohë 7 ditë për formimin e grupeve parlamentare dhe më pas do të mund të votohet qeveria e re. Vetëm në 5 nga 6 qytetet e Shqipërisë, cilat sot janë pa kryetar bashkie, do të mbanë zgjedhjet në 9 nëntor, ndërkohë që për Tiranën tashmë nuk ka një datë. Gjithçka do të vendoset pas mbledhjes gjykatës kushtetuese më 31 tetor, e cila do shqyrtoi ankimimin e ish-kryetarit të Bashkisë Tiranës Erion Veliaj pas shkarkimit nga detyra. E vetëm një gjë e sigurt është që në Tiranë në 9 nëntor nuk do të mbahen zgjedhje. Këtë e konfirmoi sot edhe kreu i Komisionit Qendror Zgjedhjeve, Ilirian Celibashi, i cili tha në një konferencë për media se ka pezulluar punën për përgatitjen e zgjedhjeve në kryeqytet. Celibashi theksoi se më 9 nëntor, në bazë të dekretit të presidentit, do të shkojnë në zgjedhje të pjesshme 5 bashki, Berat, Vlorë, Cërrik, Tepelen dhe Mat. Një ditë më parë, gjykata kushtetuese rrëzoi dekretin e presidentit Bajram Begaj për zgjedhje të pjesshme në bashkinë Tiranë. Me zbatimin e pushimit në rripin e Gazës, mira palestinezë kanë filluar të kthehen nga rripi jugor në atë verior të Gazës, pasi ushtria izraelite njoftoi se pushimi ka hyrë në fuqi në orën 12 mesdites sipas kohës lokale. Palestinezët që detyruan të iknin në jug të enklavës po kthehen në shtëpitë e tyre në qytetin e Gazës. Palestinezët po përdorin rrugën Rashid, një kalim nga Gaza qendrore dhe jugore për në pjesën veriore. Ushtria izraelite njoftoi se pushimi në rripin e Gazës ka hyrë në fuqi sot në mesditë pas marrëveshjes së arritur
në Egjipt. Në një deklarat me shkrim nga ushtria izraelite thuhet se tërheqja e pjesshme e trupave izraelite në Vijën e Verdhë ka përfunduar. Ndërkaq, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dërgojnë 200 ushtarë në Izrael për të monitoruar marrëveshjen e pushimit në Gaza, që nga tetori vitit 2023, sulmet izraelite në Gaza kanë vrarë të paktën 67.200 palestinez në enklav, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, si dhe kanë kthyer atë praktikisht në një vend të pabanueshëm. Maria Corina Machado nga Venezuela është vlerësuar me çmimin Nobel për paqe për vitin 2025. Ajo cilësua si një nga shembujt më të jashtëzakonshëm të guximit në Amerikën Latine kohë të fundit dhe një grua që e mban flakën e demokracisë ndezur mes një errësire në rritje. Në një postim në rrjetin social X, komiteti thotë se i ka dhënë Maria Corina Machados çmimin Nobel për paqen për punën e saj të palodhur në promovimin e drejtave demokratike për popullin e Venezuelës dhe për luftën e saj për të arritur një tranzicion të drejtë dhe paqësor nga diktatura në demokraci. Maria Corina Machado është një nga figurat më të spikatura të opozitës në Venezuelë dhe një zë i fortë kundër regjimit autoritar të Nicolas Maduros. Inxhinieria dhe politikania 58 vjeçare është e njohur ndërkombëtarisht për angazhimin e saj të palëkundur në luftën për demokraci, të drejtat civile dhe zgjedhje të lira në vendin e saj. Po mbyllim këtë edicion të lajmeve këtu të ndëruar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëngjes.